Kam shqiptar boll, por se më mungon në linje. Trive të Kosovës, trinë atje në Kosovë, me mujtë fëmijë dhe mjeshi i qatësi poshtë. Rrugtimi jam ka kalu para 45 viteve. Kam marrë këtu me familje, si argjentar, këta hapë dyqanet këtu në Kroaci, në Pregdeti, atëherë në bajt këtu në rrethën e Zagrebit, Dugosev. Për pikëparin si argjentar, primare, si traditë e familjes, kena pas dyqane në Pregdeti, kena ende edhe sot, sekundare merrem me hoteleri, me gastronomi. Kështu që mase në Pejë ku shkon fillore, edhe shkollën e mesme, hotelerin turistike. Ky lokal gjinet është hapun që 20 vite. Kom ndërtu këtë lokalin për qeft. Asnjëherë nuk është mbyll. Argjentarin kom ashtu në jetin e borë, këtu në qendër Dugosevës. Baba ka ardhur, na ka pru këtu, na kanë pas dëshirë më konë Zagreb, po nëse ky vend nuk konë Dugoseva konë përpara Zagreb, pas lufte është nda bo qytet në veti. Ja vlen, sa për me jetu, mirë, kështu që fëmija në rritë këtu, kam këy fakultetet, punojmë këtu të une, bashkëpërnimin e këna të mirë, kështu që në të knaqë. Kam shqiptar boll, por se më mungon në linje, shumë. Çdo vit, vi jashtë kohës sezonës, vjesht ose pranverë. Përveç pijeve, ofrojmë edhe hanë, vërtet, me si restoran, me pizza, me çdo lloj ushqimi, dhe çdo lloj pije, kështu që vikende bëjmë si bar, si klub. Trive të Kosovës, trinë atje në Kosovë, ma mirë e kam. Kosova shumë e mirë, Kosova do zhvillohet, pjesë për para. Që se s'ka rini, s'ka së përparim. Kështu që rinisë Kosovës me që s'qep, me që dëshirë, me mujtë fëmijë dhe mjeshi i qatësi poshtë. E këm ditë, mas e këna ble shpinë këtu, këna me tu edhe, por se zemrën e kom atje. Po vinë, shqiptarët vinë, ta sidomos po vinë shumë për Kosovës, për përdojnë punë këtu, shumë tritë të Kosovës ka shumë. Janë të ardhë, si në gastronomi, si në dërgjimtari, në çdo bëj punë. Po lindur e rritur këtu, dhe qështu familja eme ka orë para se jam ka unë në plam, po këtu jam lindë dhe haloj jam këtu. Qysh është muzika shqiptare moderne dhe dyqysh ka hinë qefsh se jeta natës këtu edhe krejt, dyqysh ja ka nisë muzika shqiptare me orë trek edhe se nuk është gjuha njejt, po ka hinë edhe këtu po krate. Kam dashur edhe une me provu, gjithë kam pa shef me knu, jam konë në për festivalja këtu në Kroaci, po gjuhën shqipe e kam vendos me ba para koronës, e taman kam shku në Prishtinë, jam konë atje, dhe ja kam nisë me një produkcion, me ata i kam ba 2 kanga, edhe bashkë gjatë qatë kohës ja ka nisë pandemia, edhe dyqysh krejt bota u nalë, po tonë ja 5 mas pandemisë, kam provu edhe, i kam publiku edhe një 2-3 kanga. Tash ja kam nisë muzikën kroate me ba shumë, po ardhme me publiku haljo kanga shqiptare. Ko punoj edhe në lokal, edhe menagjoj lokalin, gjithashtu ko, për krejt, nëse donë, mund është me arrit që donë. Ko muzik live, ko jetë natës, ko restoran, ko... Shka prej mëngjesit deri natën,